Sa bukur dukesh, je buzëqeshur, je pozitive. Si s'kanë të këto këngëtarët ishte pra këtë provë, po kanë eksperiencë me këto skenë tani në live. Kanë edhe këto. Jo, kemi, edhe mirë. Po em shefi mirë, maska të mira. E kamufloni mirë. Nga ideja për me marrë pjesën në festival? Për zotin s'ka qenë diçka e planifikume, unë kam ba një këngë për nënën time, cila ka ndru jetë para 3 vjetëve, edhe kam marrë një kohë për me e kompletu këngën. Mandej mu duk që shumë emocionale dhe që ndoshta i prek edhe shumë njerëz tjerë ashtu si ka prek mua. Kështu që ju inshallah e keni shëndetin e kujtoni nënën gjithmonë. Kjo është mënyra më e mirë me e kujtu përmes një këngës. Prandaj është titulluar edhe kënga Nan, kështu e keni titulluar këngën Nan, me cilën do të prezantohesh në këtë edicion. Po përveç tekstin ju vetë e keni shkruar apo jo? Tekstin e kam shkruar unë dhe vjen melodike, ndërsa aranzhimi është bërë në Rom me një italian Amedeo Tomasi, me cilin e kam bërë albumin e parë të muzikës. Dhe është përfunduar në Kosovë. Pse në Rom? Pse zgjedhe Romën nga këta bashkëpunëtorë? Romën sepse unë albumin e parë të muzikës e cila është jazz e kam bërë në Rom. Atje kam bërë një program të muzikës të shkurtuar edhe kam takuar Amedeo Tomasin, i cili ka qenë një jazzer shumë i njohur në Itali, sidomos në vitet 70-80, edhe kemi pas një bashkëpunim shumë të bukur edhe një sinergji edhe një shije të njëjtë për muzikë. E përmendi vjen melodike, në bashkëpunim me këtë italianin, por edhe tekstin që keni shkruar jo. Në çfarë rrymë futet kënga juaj? Është balad. Mendoj që ka edhe pak elemente të jazzit, por apo na interpreton pak. Është mirë? Po, duket që s'është mirë. Lejohet. Jo, nuk lejohet. Pa vjen melodike, po, kemi të drejtë një strofë, pa merak, hajde na thuaj me këto elemente, edhe e thatë balad dhe jazzi? Neve kemi në qejf pak, një strofë na këndosh. Pak një pjesë këngës. S'kam shumë ta ekspozoj. Duhet. Mundem vesh një pjesë. Po një pjesë. Refreni. Në çdo fjalë, çdo mendim, unë të gjej të humba, se të gjej ty përsëri. Po diku thell në mua, ti ende heron. Kujtojnë këto elemente të jazzit të Ray Charles? Nëse, çfarë komplimenti. E vërtetë. Më ngacmoj veshin në mënyrën se si interpretove, prandaj e thatë ju që është dhe balad dhe kombinuar me elemente jazzi apo jo? Po, mendoj që ka, sepse edhe mua më pëlqen jazzi shumë dhe kam bërë program jazzi, por edhe Amedeo ka qenë jazzer dhe ka bërë muzik filmi me Ennio Morricone, domethënë ka qenë edhe ka bërë edhe muzik filmi. Ju e thatë keni eksperiencë në muzikë, keni krijuar edhe albume deri më tani, po për juve, sa është e rëndësishme pjesëmarrja në një festival, kaq unë kujtoj ndër më të rëndësishmit në Kosovë në edicionin e 3, sepse neve nuk ishim në një festival. Dhe sa mirë që kemi edicionin e 3 si vjet, duke shpresuar gjithmonë që kënga fituese e këtij festivali viteve të ardhshme na prezantoj denjësisht në Euroson. Vërtet nuk është hera e parë. Unë kam marrë pjesë me Fitnetet Tude në festivalin kombëtar në Shqipëri, në Tiranë, me këngën Shqibie në Tiranë. Mos më back vokali saj, edhe tek Shqibie në Tiranë, edhe rrugë. Sa mirë, Mirë, po atëherë është këndu playback, nuk ka qenë live, domethënë ka qenë pak më ndryshe, tash është pak më vështirë. Ma sfiduese, ma vështirë për ty, po e ndjej më shumë. Po, është mirë të sfidohet artisti, sidomos me këndu me orkestër, mendoj që është një nivel shumë i lartë i përfaqësimit edhe i prezantimit një këngës. Dhe në këtë rast këtë orkestër që kemi të jashtëzakonshme. Shiko, unë me Norën e themi është një orkestër jashtëzakonshme, po nuk merr një fort gjykimin ton. E thon ekspertët e muzikës, Sami Pirej, Sevim Baki dhe shumë të tjerë. Është një orkestër që ka të jashtëzakonshëm profesionistët e instrumenteve që ekzekutojnë instrumente të ndryshme. Gjithë aty janë të njohur. Janë më të njohurit që ne i kemi. Janë profesionistë. Kështu që ka gjani eksperiencë mirë për ty kur del në skenë, gjithë këto prova që keni me imbajt. Tash po të presin me njëherë provat, me njëherë pas bisedës, se zguxojmë shumë me zgjat. Ne shkojmë prova, është i raport për mua me orkestër, jam i konkret emocionet e mundshme, domethënë. Ka gjatë përzierë. Po të përzierë, po të bukura. Vlera, sa vite u bën që po merresh me muzikën?
unë jam marrë me muzikë gjithë jetën, po më duket prej kur kam qenë fëmijë, edhe deri tani e kam bërë një libër që quhet Anatomia e shpirtit tim dhe aty kam edhe të përfshime librin, albumin e muzikës. Do me thanë, kom shkruj qysh prej fëminis, kam dasht me këndu, edhe mandej kom tregu rrëfimin e Kosovës, edhe aty në çdo kapitull ka një këngë, kështu ka përfundu albumi, pak a shumë. Po, do me thanë, ka qenë pjesë po kështu në mënyrë të ekspozimit, do me thanë, se unë kam jetu në një kohë kur vërtet ka qenë shumë vështirë me këndu e me realizu ëndra, ka qenë kohë e mbijetesës Se më të sovjetike. Nuk dukem, nuk tregoj, po nuk dukem. Mos i tregoj ti je 32, zgjatë për 32. Ani thot kam jetuar në një kohë kur daleni kur ishte ajo kohë. Jo, e kam të drejtë. Sa mirë që se tregon moshë. E kam të drejtë Vlera, sepse nuk ka dash të jetë pjesë e Tallavas Turbofolku për shumë në. Mirë, e ke rujt vetëm. Absolutisht, jo. Edhe ashtu kam e vazhdu. Domethënë, por ekspozimi i parë është në Rom kur e kam bë albumin. Do më thonë, në kom jetu atje një gjysmë viti, mandej kom shku e kom marrë 2 vite me radhë. Albumi është përfundu në 2018, ndërsa ekspozimi i parë përmes një... 2018, a Sovjeti pas ke pas në 2018? Stregoj. Provokimi lezeqëm, por nuk desë. A desë, se shumë e re dukesh pra ndaj. Ku është sekreti kësaj që plot nuk po e tregojnë moshën sot? Se tregojnë kështu nuk duken. Pozitiviteti, muzika. Sa mirë. Dashuria për jetën. Shikon, edhe brezat të ekspozimi i parë se më duket ja u leta boç. Është me videon e parë që kam bërë në 2019. Kur ka dalë kënga I've Sinned, i kam në anglisht, kam mëkatuar. Është jazz. Me katove ti, ha? Me katova pak. Zoti është për të na falë neve. Patjetër. Edhe mëkatarët i fal Zoti, ja. Po që mëshira e tij është shumë e madhe. Është pak filozofike, nuk e ka kuptimin religjioz. Po ngacmojun ty. E dashur, a e gjete ti titullin e këngës të kolonës danore që ne na si avuna veshin, a duhet me edhe nëse ka gjetur, nuk e ekspozote. Ja se duam dëgjuesive, se juve s'ke nevojë, si që thamë edhe për vjosën që s'keni nevojë për ftesë, ju vini pjesëmarrëse të këtij festivali. Okej. Vlera e dashur po të lirojmë se duhet me u përgatit me shku në sallën ku po mbahen këto provat me gjitha atë orkestër, gjitha i staf që është aty që do të pret ty, kema unë dhja artistet ama në skenë. E të kujtojmë që provat po mbahen tek ndërteca e televizionit, do t'i mbrapa te Pazari, është një sallë shumë e bukur, ai ndërtuar e rregulluar në fakt enkas për prova dhe të gjithë këngëtarët që pas ishin mysafir tek mesdita dhe në komunikim do thonë, "Ua, sa ngrohtë është salla ku bën prova dhe sigurisht nën nga jote po. Cila është? Ja, kjo është